Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Selinë e Shenjtë, ku do të zhvillojë takim me Papa Leonin e 14. Osmani do të pritet nga Papa në Pallatin Apostolik, ka njoftuar zyra e presidentes. Pas kësaj vizite, Osmani do të takohet edhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. Gjatë vizitës në Vatikan, presidentja Osmani do të vizitojë edhe bazilikën e Shën Pjetrit, thuhet në njoftim. Po ashtu thuhet se ajo do të organizojë një pritje të fundvitit në Selinë e misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës, në Selinë e Shenjtë, ku do të marrin pjesë përfaqësues të Selisë së Shenjtë, përfaqësues diplomatik dhe personalitete të tjerë. Dy qytetarë të Kosovës, shtetasit me iniciale JP 41 vjeç dhe DM 64 vjeç, kanë mbetur të lënduar pasi një aeroplan i vogël sportiv është rrëzuar të premten në ujërat e liçenit të Mavrovës. Të lënduarit u dërguan në urgjencë në spitalin e Gostivarit, ka konfirmuar shërbimi rajonal i emergjencës në Tetov. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore, sipas informacioneve të para. Aeroplani ka pësuar defekt teknik në motor, çka ka detyruar pilotin të bëjë ulje të detyruar në liçen. Rreth orës 12:35 të datës 12/12/2025, stacioni policor në Tetov, stacioni policor i Gostivarit, ka raportuar se një aeroplan i vogël sportiv është rrëzuar në liçenin e Mavrovës, afër digës së kanalit Belic. Sipas raportit, dy shtetas të Kosovës, JP 41 vjeç dhe DM 64 vjeç, i cili ishte piloti i aeroplanit, kanë arritur të dalin nga mjeti dhe të ngjiten në breg. Ata kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar për trajtim në qendrën klinike të Gostivarit, ka njoftuar policia e Tetovës. Policia e Mavrovës ka dalë me njëherë në vendngjarje. Në deklaratë dhanë oficerët se piloti ka thënë se ishte i detyruar të ulej në liçen për shkak të problemeve me motin, po